Unë i mjanis, po, a mu i mjanis. Kjo ditë na kujton se kemi edhe shumë punë për të bërë dhe natyrisht nuk do të pastrohet as Prishtina as Kosova për një ditë, por natyrisht këto do të përmirësohen edhe gradualisht edhe vëdësimi qytetarëve, por edhe puna e institucioneve sepse kemi shumë punë për të bërë, si në menaxhimin e mbeturinave, ashtu edhe në mirëmbajtjen e pastërtisë në komunën e Prishtinës. Por po e them, është tepër me rëndësi që të kemi një aksion të tillë. Mu vjen tepër mirë dhe jam shumë i lumtur që ky aksion ka filluar të krijohet traditë, do të thotë para 3 vitesh kur kemi filluar me Joanin ka qenë një farë testi, tash do të viti i tretë mund lirisht të quajmë që është krijuar një traditë shumë e mirë. Një traditë e mirë e cila duhet të avancohet me një traditë tjetër të mirë që mos të ndotim kështu. Do të thotë tradita për ta pastruar është e mirë, po traditën cilën po shpresojmë të fillon të funksionojë në Kosovë është edhe mos ndotja. Ne si institucione po provojmë maksimumin, po për këto që po ishini këto janë fajtor drejt për drejt qytetarët, ju institucionet. Që këta thasë janë maj, muj me shti plot bërlog. Kosova ka mjaft nevojë për kujdes. Unë sot kam kërkuar nga strukturat e aleancës të rive në gjithë vendin me e përkrahë këtë aksion për pastrim, pra edhe për simbolikën e vet, por edhe për efektin. Njëkohësisht është një ditë e mirë me i falenderue Luanin edhe organizatën e të rive që e kanë kthyer traditë, institucionet, Ministrinë e Ambientit, komunën, por po ashtu me i ftuar qytetarë që gjatë gjithë vitit me pas kujdes pra ambientin. Sot jemi mbledhur këtu ta pastrojmë natyrën e shtetit tonë kaq të dashur. Të njëjtën kohë po shfrytëzojmë rastin që me bë një parafushat, që po i thojmë tash kohëve të fundit edhe me tregu që jemi të gatshëm që ti zhytim duart tona që të tregojmë se jemi një me qytetarin. Të njëjtën kohë kemi ardhur edhe me u inspiru sepse siç e dimë ne plerat edhe bërlogu janë pjesë e pandashme e fjalorit ton politik, edhe ka plot metafora të cilat mundemi mi gjetë këtej përreth, kështu që është edhe në të mirën ton, po edhe në të mirën ambientit.